Kapter, ti je? Gati? Mirë. Njerë për njerë lërë atje. Ti e janë në zyrë, se kam përthënë diçka. Hyrë! Urdhëroni, zoti kolonel? E qefët? Si urdhëron po? E veshët me tesha të pastra? Si urdhëron edhe me tesha të pastra. Edhe me këmish për të qënë? Si urdhëron? Nuk kundërshtoj. Le të kundërshtonte, po t'jam bante. Mirë, vazhdo. Zoti kolonel. Çka? Më lejohet një pyetje? Pyet, kapter. Aman nuk më thoni. Në fillim po e çojmë për ta gjykuar përsëri dhe pastaj në litar. Kapter, mos u çmende. Kë të shpien në litar Emanuelin? Shokun e komandantit? Si të vetë në mendje një gjë e tillë. Sinqerisht nuk e kisha, zoti kolonel, po si t'ju them, e gjithmonë ngre krye, nxit edhe të tjerët. Nuk thuhet ngre krye, por organizon dhe drejton në revolta. Tamam ashtu? Pastaj edhe ato vjershat për të cilën unë ju kam raportuar, zoti kolonel. Çështjen e Emanuelit kanë ardhur nga prokuroria e përgjithshme. Si urdhëron? Të gjitha gjasat janë që qysh sot Emanueli lirohet. Ky. Falni, zoti kolonel, po kjo është si të them, unë sinqerisht nuk po kuptoj asgjë. Po sikur do të them se edhe unë nuk po kuptoj asgjë. Ngushëllohesh? Si urdhër? Herë ngushëllohu, kapter. Kuptove? Si urdhëron, kuptove. Por nuk të kam thirrur për këtë. Për çfarë, zoti kolonel? Dëgjoj këtu, kapter. Urdhëroni? Emanueli përpara se të lirohet do të shkojë edhe një herë në punishtën e këpucarisë ku punon për të marrë sendet personale. Por nuk duhet të këmbej as edhe një fjalë me të dënuarit e tjerë. Kuptove? Si urdhëron, kuptove. Këtë urdhër do ta zbatoni rreptësisht. Njofto dhe përgjegjësin e punishtës. Veç kësaj, përgjegjësi punishtës duhet të hedh nga ndonjë llaf midis të burgosurve të tjerë, si për shembull, këtë nuk keni për ta parë më. Ky do të bëhet përsëri i madh siç ka qenë, kurse ju të tjerët do të ngorthni këtu. E di fort mirë ti këtë punë, kapter, sepse e ke bërë dhe herë të tjera, kuptove. Si urdhëron, kuptove. Kështu pra, nuk kemi nevojë për legjenda. Kur të thërras unë, do të sjellësh këtu. Deri atëherë mbaj atje në paradhom, kuptove. Si urdhën, me leje të largohem? Po. Zoti kolonel, më falni edhe një pyetje. Në hekura do ta sjellim. Në hekura? Po. Jo. Nuk është nevoja në hekura, përse në hekura? Kuptove. Dakord. Urdhëroni, zotrinj. Zotrinj, nëse dëshironi, mund të filloj me një herë, ai po pret në paradhom. Natyrisht tani jam në urdhrat tuaja, zotrinj, në kuptimin më të plot të kësaj fjale, pa çka se nuk po kuptoj asgjë. Më duhet të pohoj se nuk po marr vesh asgjë. Nuk e kuptoj, jo edhe jo. Vite me radhë kam dërguar lart raportet e mia, si edhe tek ju. Një volum të tërë me vjershat e tij kam mbledhur dhe ua kam përcjell.
Se cila nga këto vjersha ka qenë e mjaftueshme për ta akuzuar Emanuelin për krimin e nxitjes dhe drejtimit të revoltës. Kështu është, zoti kolonel. Por bashkë me atë tufën e vjershave, na ke dërguar dhe tekstin e Marsejezës, që më sa diu nuk e ka shkruar Emanueli. Ha? Mirë. Për këtë jam kritikuar disa herë dhe kam bërë autokritik. Po ma unë jam ushtarak, edhe nuk mund të njoh çdo vjersh që na pas kanë shkruar francezët. Njoh fort bukur zanatin tim, zotëri, edhe jo atë të bejteqinëve. Po ama nuk është kjo kryesore. Kryesorja është, me një fjalë, kryesorja është, zotëri, se ky Emanueli shkruan në vjersha dhe me to u prish mendjen njerëzve. Ju lutem shumë, në këto kushte nuk mund t'i mbaj në zap këta armiq. Ai është i abonuar atje në birusën e ndëshkimit, po edhe atje me bukë të mykur e ujë, prap vjersha shkruan. Vjersha pa vlerë. Atë nuk mund ta di, kuptove. Ty të kanë pëlqyer ama. Këtë insinuate hedh poshtë kategorikisht. Ato vjersha Të dënuarve të tjerë u pëlqenin. Po pra, u pëlqejnë, edhe ky fakt në vetvete është i dënueshëm. Të shkruash këtu vjersha të tilla, kjo është skandaloze, është e tmerrshme. Ti nuk e që në gjendje që ta ndalosh këtë tmerr. Çfarë të ndaloj, ju lutem shumë? Të ndaloj që të pëlqejnë vjersha të tjerëve? Ta ndaloje që ti shkruan dhe. Zotëri, sipas rregullores së përgjithshme të burgjeve dhe të kampeve, kapitulli B, fraksion S, paragrafi 23, çdo të dënuari i takon nga një rrotullame letër higjienike në çdo 2 javë. Këtë letër higjienike dhe Emanueli e merr si të gjithë të burgosurit e tjerë, kuptove. Unë nga ana ime kam dhënë urdhër që letra higjienike të përdoret vetëm për qëllimin e caktuar. Po ama nuk mund të rrinë në çdo moment prapa bythës së çdo të burgosurit për të parë nëse përdoret apo jo për atë qëllim. Sigurisht që jo, se këtë zëtua lejonte as grada. Të lutem shumë. Veç kësaj, unë i kam njoftuar disa herë superiorët e mi lartë se Emanueli i shkruan vjershat e tij edhe në mendje. Këtë e verifikova disa herë kur ja kisha hequr të drejtën për të marrë letër higjienike dhe ai i përsëriste me zë vjershat e tij, madje edhe në prezencë të burgosurve të tjerë, kuptove. Zoti kolonel, raportet tuaja i kemi marrë edhe ne, por fatkeqësisht, shkenca jone ende nuk ka arritur që të shpiki një mjet me anë të cilit ne t'i ndalojmë ata që i shkruajnë në mendje poezitë e tyre, sepse të tillë nuk ka vetëm në burg. Pavarësisht nga këto rrethana, prokuroria përgatiti një material për një procesëri kundër Emanuelit. Mirë po, udhëheqësi personalisht e ndaloi këtë nisëm. E përderisa ai vendosi kështu, do me thënë se kështu duhet bërë. Ai di arsyet e larta shtetërore dhe partijake, dhe neve nuk na takon gjë tjetër, veçse të zbatojmë deri në një atë që ai na ngarkon. Apo mos ke ndonjë mendim tjetër ti, zoti kolonel? Ai është koka që mendon, ne s'jemi gjë tjetër veçse gjymtyrët. Atëre fute brenda luanin. Nuk do të kishit kundërshtim, zotëri. Sigur gjatë marrjes në pyetje. Jetë bisedë, vetëm bisedë. Pikërisht këtë desha të them, gjatë bisedës unë mund të qëndroj në zyrë. T'je në shtëpinë tënde këtu, mor zoti kolonel, do t'ishe një nder shumë i madh për ne. Kapten, po, mund t'a sjellësh. Të thash një herë jo, duhet t'ja heqësh që jashtë. Zotëri, po ju paralajmëroj se me Emanuelin kërkohet vigjilencë. Emanueli është i ndërkryer. Emanueli është mjaft i rrezikshëm. Ju nuk e njihni mirë. Ju vetëm sa keni dëgjuar për ta. Numër e çpret.
Nuk të kanë mësuar të paraqitesh ti apo të ta mësoj unë. I dënuari numër 1080, fraksioni 173. Zoti Manuel, ti lëm këto formalitete, ha? Ju jeni Zoti Emanuel. I dënuari numër 1080, fraksioni... Mjaft, ullu. Jo, aq larg. Ullu këtu në karrigen tuaj. Nga afër mund të bizetohet më shoqërisht. Ju sigurisht nuk e dini se cilët jemi ne. Nga prokuroria e përgjithshme. Seksioni I faljeve. Falni, po unë nuk kam bërë ndonjë kërkesë për falje. S'ka rëndësi. Absolutisht as edhe një rëndësi. Jo, ne kemi ardhur tek ju për një bisedë miqësore. Por në radhë partë ju sjellin përshëndetjet e përzemërt atë udhëheqësit tonë të dashur. Edhe ty shtrëngojmë dorën në emër të tij. Më falni, thash edhe një Pa herë shka nuk kam... se në këtë moment ju jeni veshur rastësisht me këto tesha. Pranoni këtë dorë të ndershme që ju ashtrim në emër të komandantit tonë dhe nderonani duke na dhënë tuaja. Si jeni, Zoti? Më dukesh pak I zbet. Mos qëndroni pak në diell. A keni ndonjë ankesë për trajtimin tuaj këtu? Falni, thash nuk S'ka kam që as... Nuk e që bën, ha? Këtu nuk është kova licencë. Megjithse koloneli miku ynë bën ç'është e mundur që një I burgosur I shquar si ju të mos ketë as edhe një ankesë për shëndetin. Le të them të drejtën, ha? Vazhdimisht lexojmë Poezitë e mia. Ja, në këtë rast nuk e kisha fjalën për poezit, të cilat edhe I lexojmë, sigurisht kur koloneli na I përcjell nga një tuf. Por për raportet me gjendjen tuaj shëndetësore, sepse gjatë këtyre vjetëve që ju keni qenë në këtë frigorifer, Edhe gjatë qëndrimit tuaj të përkohshëm në këtë institut të riedukimit. udhëheqësi e ndiqte me vëmendje I shqetësuar fatin tuaj. Çka se zotrote Falem, nuk ri dot pa e thënë. Më goxha dinag jeni. Shumë kokçarje I keni shkaktuar mikut ton kolonelit. Edhe prokurorisë, ë? Se shtë mirë ke nga gjithë këto vjersha që shkruan, veç se turbullon mendjet e këtyre njerëzve të mirë që I lexojnë. Se në vend që ti të qetësosh ata, sepse disa prej tyre kanë edhe nga shumë vjet për të kaluar brenda këtyre hekurave, si ndëshkim të fajeve që kanë bërë, sigurisht. Pse ju u avëshirsoni qëndrimin atyre? Edhe një herë, më falni. Unë nuk kam asgjë për të biseduar me ju. Po më duket se ne e tham, apo jo? Se nuk kemi ardhur thjesht me iniciativën tonë këtu. Po çka se... Se edhe për neve është kënaqësi e madhe të bisedoj me ju. Edhe mos haro, ha? Po të mos kishte qenë dora e ngrohtë e udhëheqësit që vigjilone për kujdesej. Të mos kishte qenë dorë e komandantit gjatë këtyre viteve kishe për ta parë. Ullu aty. Që të vazhdoj unë. Po të mos kishte qenë dora e ngrohtë e udhëheqësit që vigjilone për kujdesej mund të kishit përfunduar keq edhe më keq? E dini ju për shembull se çfarë dënimi jepet për nxitje, organizim edhe drejtim të kundër revolucionit? E di. A pra, ato vjershat e tua I përmbushin të gjitha kushtet për të quajtur fakte materiale me anë të cilave mund të hatin kadllop gjithë neni përkatës të kodit penal. Mos harroni edhe këtë që miku ynë koloneli, duke zbatuar me ndërgjegje detyrën e vet, na ka raportuar rregullisht për aktivitetin tuaj letrar. Unë zbatoj urdhrat dhe rregulloren e brendshme. Po ka edhe më. Vigjilenca dhe zelli mikut ton kolonelit arriti deri aty sa tu atriboj edhe autorsinë e Marsejezës. Zotri, ju po shkelni mbi derin tim. Unë si komandant I këtij reparti riedukimi. E dim koloneli dashur, po midis miq, unë mendoj se lejohen ca thuma të vegjël. Apo jo, zoti Emanuel, jemi apo si jemi midis miq? Të flasim seriozisht tash. Zoti Emanuel, nga raportet që na kanë ardhur edhe nga materialet që na janë paraqitur,
Prokuroria ishte e detyruar që të ngritë një padi për ridënim kundër jush, gjë që ne sigurisht nuk do ta bëni me dëshirë, sepse të them të drejtën, kemi respekt për talentin tuaj poetik, por mbi të gjitha për të kaluarën tuaj politike. Kollaj, cila do të kish vjel fruta më të ëmbla. Po e përsërisë, do ta kishim ngritur padin, sikur udhëheqësi, me të cilin ju keni qenë shok i ngushtë armësh, bashkëluftëtari i vjetër. Fisnikërisht keni ndarë kotherën e Bukës bashk, madje përtej bashkëluftëtarit, edhe kotherën ndarjes, do jeni bashk poet, bashk autor me të. Himnin kombëtar e kam shkruar unë. Po ç'të duhet gjithë kjo përndezje e kotë, morë, zotja Emanuel? Po natyrisht ti po, me nxitjen edhe idenë e ti, fillimisht, duke u zhytur në frymëzimin e shpirtit të ti genial, ju vut edhe emrin tuaj atje, sepse komandanti në vrullin e betejave legjendare. Ai nuk ka marrë pjesë në asnjë betejë. Nuk kishte komër që të merresh me korregjim vargjesh, sepse me shpatullat e tij rëndonte fati i një kombi të tërë, kurse ju si zanatçi i poezisë. Desha të them si mjeshtër i fjalës, e limuat paksa tekstin e udhëheqësit. Të paktën kështu e kuptoj unë si një jurist i thjesht jam, edhe jo letrar. Edhe nëse në fillim komandanti e duroi që miliona njerëz ta këndonin himnin duke kujtuar se autori jeni ju, kjo nuk tregon gjë tjetër veçse shpirt madhësinë e tij të njohur. Po ju i bët hesapet gabim, zoti Emanuel, kur i kthyet shpinën komandantit. E trahtuat mikun, bashkëluftëtarin, atë që kishte ndarë me ju kotherën e Bukës. Pastaj ju zbuluan për të Byrekut. Edhe na doli se ju jo vetëm që u treguat i pabesë, por bët edhe plagjat, vjedhje të veprës së artit. Me mire ishin ata që recitonin poezitë e mia. Nga dalë, more, zoti Emanuel. Harova unë. Do ta ndizni një me filtr të bardhë? Jo, faleminderit, e kam lënë. As më thoni, përse keni ardhur? Çfarë doni prej meje? Pse nuk më lini të qetë në hallin tim? Lutje për falje nuk kam bërë dhe nuk bëj. Himnin kombëtar e kam shkruar unë. Këtë e dini fort mirë dhe ju. Ç'punë keni me mua? Erdhëm të shkëmbejmë një dy llafe, të bëjmë çik muhabet. Muhabet? Po. Për çfarë? Që po kalbem këtu? Që e kam zënë abone birus në ndëshkimit, apo për poezitë e mia? Të plotësojmë disa formalitetet vogla. Edhe të nënshkruajmë një deklaratë të shkurtër, të parëndësishme, të cilën ju jeni në gjendje ta formuloni siç duhet. Por, ta formuloni në mënyrë të tillë që ajo të vlej si pastruese e njollave në emrin tuaj të nderuar, edhe për sqarimin e disa keq kuptimeve që kanë lindur midis jush edhe udhëheqësit. Me pak fjalë, për këtë punë jemi këtu. Pra, ju kërkoni që unë të mohoj veprën time. Të shënjtëroj gënjeshtrën e udhëheqësit, ta jap me shkrim që himnin kombëtar e ka shkruar ai, jo. Jo, zoti Emanuel, ju po e ngatroni çështjen. Populli i vendit ton, milionat që ju i keni kënduar shpesh, e di fort mirë. Himnin e ka shkruar komandanti. Me emrin e tij ekziston himni në librat e shkollave fillore, madje edhe në atyre të kopshteve. Me emrin e tij këndojnë korët, me emrin e tij janë shtypur miliona disqe gramafoni. Kështu që ju më kot rekeni ta mohoni autorsinë e komandantit. Këtu më tepër shkera për t'ju bërë juve një nder, që me anën e kësaj deklaratës të vjen në vend disa të drejta të pjesshme. Dhe për këto të drejta të pjesshme të merrni një kundërvlerë që u takon. E sheh zoti Emanuel që kjo deklaratë u shërben interesave tuaja. E kuptoni? Jo. Mirë. Dakor. Ta marrim punën me radhë. Ja një copë letër. Ja edhe një penë. Jo letër higjienike. As maja lapsash të thyer. Ose po doni
koloneli na thret këtu një daktilografiste dhe ju mund të shkruani ose të diktoni një deklaratë. Një deklaratës në fillim të fillimit sigurisht. Edhe jo, ju keni plotësisht të drejtë, nuk duhet fare deklarata. E di se çfarë? Ju shkruani ose diktoni një rrëfim të vogël emocional, në formë kujtimesh, sigurisht, pastaj ky do të botohet me emrin tuaj. Atje shkruani se si, në kohën kur lindi partia, ju me nga një pushk të lidhur me gjalm dolët maleve në mbrojtje të popullit fukara. Kur përshtroi patë tokën e zezë dhe kotherën e bukës e ndanit me shokun tuaj të armëve, udhëheqësin. Besoj se këtë nuk do ta kundërshoni si jo të vërtetë. Jo, këto janë të vërtetë. Bravo. Bile mund ta përmendi komandantin thjesht me emrin e tij, pa mbiemër, ashtu siç thëriteshit atëherë. Bile edhe mendoj një nofk miqësore. E shikon pra se çfarë privilegji të bën udhëheqësi. Dhe në këtë rrëfim të vogël, juve përshkruani netet e ftohta të maleve ku pranë pushkës kënga ishte arma më e fuqishme. Edhe sot është e pamundur të përcaktohet saktë se kush është autori i kësaj apo asaj kënge. Por juve kujtoni fare mirë për një natë të ashpër dimri kur nga shpirti flakëruesi udhëheqësit shpërthyen ato fjalë që edhe sot i qëndrojnë kohës. Dhe ju që në atë kohë ishit njeriu i lapsit në shtallë, i hodhët në letër vargjet e udhëheqësit, pastaj e lëmuat pagës këngën, dhe sot ne atë e këndojmë si himnin e vendit tonë. Por si rezultati një keq kuptimi, dikur këtë këngë e patën quajtur veprën tuaj. Në këtë mënyrë u hiqet nga emri njolla e plagjatit, vjedhjes letrare. Dhe hapet dy kanatësh dera e Rëndeburgut. Atëherë si thoni, do ta shkruani me dorën tuaj apo do ta diktoni? Mund të fillojmë? Jo. Shini, zotre, unë thashë se ky është i rrezikshëm, se është i pandrejshëm. Mos, more zoti Emanuel, të mos i vjedhim kohën njëri tjetrit. Jo, ju këtu keni kohë pa hesap, kurse neve jo. Po mbaron dhe orari zyrtar, na presin kalamajt në shtëpie, familja. Nuk të vjen pak keq për fëmijët tanë? Shije, atë fotografi në mur. Udhëheqësi i tradhtuar për jush. Ai që di të falë, po ai di edhe të zëmërohet vesh. Sytë e komandantit shkreptin grushti i tij godet. Mua do të ngodas përsëri. Do të më mbani këtu. Jam mësuar. Nuk u thash zotri se ky është i 99-ta. Pa lejen time, vete e zbras uturakun e shurrës të dënuarve pleq. Jashtë ligjërisht nuk e ha racionin e ushqimit që i takon, por vete e ndan me të tjerët. Rregulloren e shkel edhe kur letrën higjienike nuk e përdor për destinacionin e caktuar, po për qëllimet e errta. E kur nuk ka më nga kjo letër, i shkruan ato vjershat e tij në mendje. Mos e merr kaq ngushtë, kolonel, këto që thoni ju janë të rëndësishme brenda këtyre hekurave. Për mua ato janë vërtetimi i ndjenjave fisnike të zotit Emanuel dhe në fund të fundit ishin ato ndjenja fisnike që janë mbushur mendin e udhëheqësit që ta fali dhe të shtrit dorën e miqësisë. Po mirë ai që guxon ta refuzoj atë. Dëgjon ti apo jo, zoti Emanuel? Till guximtar nuk rrojnë më në këtë vend se nuk i bën më nëna. Mjetet tona ti një mirë more birë bushtë. Do të më thyeni dhëmbët. Po të më keni thyer me kohë. Do të më ndërmoni kockat. Po mirë, e shihni këtë krah. S'ka veç se pa kohë që unë gjitë. Do të më shqyni në dysh, ha? Do të më merrni shpirtin, do të më coptoni. Nuk kam më shpirt. Nuk kam më shpirt, se këtu kanë vendosur një shpirt artificial për lëndës sintetike. Do të më burgosni thellë, ha? Edhe më thellë, gjithmonë më thellë, ha? Kuptojeni pra se ju nuk më groposni mua, por veten tuaj. Pra pa 7 portave të hekurta, unë jam gjithmonë edhe më i lirë.
Po sa shpejt unë nxeke, more, zoti Emanuel. Po midis mi që unë mendoj se lejohen sa thumë pa të vegjel, apo jo? Po lejohen apo si, Që kur jemi në rreth shoqëror, lejohen pa tjetër. Se ne as në përmend nuk na shkon që të kërcënojmë, zoti na ruajt nga kërcënimet, sepse neve ju respektojmë bindjet tuaja politike. Ne nuk e vëmë në dyshim madhështinë tuaj shpirtërore, sepse ju jeni poet i madh. Dhe të them të drejtën, është një nder i madh që unë takoj me një të tillë në jetën reale. Merrin me mend se sa produktiv do të ishte ky vrull në rrethana krejtësisht të tjera. Besoj se në këtë pikë duhet jeni në një mendje me mua, apo jo? Dhe drurët, e bleruar, dhe zojt cicërus. Edhe femrat, me gjinjët dhe kofshët e tyre mal gjepse që t'joshin. Po ti e i ri, zoti Emanuel, ti si e budalla, ma dje jetë te për i mënqo. Ndaj, ti do t'a shkruash atë rrëfimin e vogël, ë? Po, zoti Emanuel? Jo. Ka të atila krijime që sot quhen krijime të mira. Nesër jo. Ajo çka këtu mund të quhet e mirë, atje jashtë jo. Ti do të jesh poet këtu edhe sot, nuk do të jesh poeti të nesërmes edhe i gjithkundit? Unë jam ky sot poeti së nesërmes. Poeti është poet kur ka se kujt i drejtohet me artin e tij. Ti këmbgul që ti je poet i banditëve, moracak, i xhepistëve, i moralëve kuror shkelës, i armikëve të partisë edhe të shtetit, i rrumit të shoqërisë. Duke u shpërblyer me byrucën e dëshkimit, në vend që ti je poet i miliona njerëzve të ndershëm dhe të shpërblesh duke banuar në vile, duke mbushur xhepat me para. Po të mrekullohesh, more, duke admiruar bukurinë e luleve, cicërimën e zogjve, po edhe femrat, more, zoti Emanuel, femrat. Ti më tepër kënaqesh kur poezitë tua flenë për dosjet e policisë, se sa po të botohesh në vëllime të ndritshme, me letre importi, si ajo që botohen veprat e udhëheqësit? Po ti preferon miqsin këtu me ndonjë horë si barak, se sa miqsin me udhëheqësin ton të dashur? Atë preferoj. Atë preferor? Është fare i çmur. Thras doktorin e burgut. S'ka nevojë. Se çfarë? Unë tani po i bie në të përse nuk merremi vesh me njëri tjetrin. Ti kujton se ne duam të kërcënojmë? Po jo. Jo, zoti na ruajt nga kërcënimet. Ky është një keq kuptim i dhimbshëm, ë? Ne jemi këtu thjesht si të dërguarit e udhëheqësit për të ofruar miqësinë e tij pajtimit. Ju bëni se doni, ju keni 10 vjet që jetoni në errësirë si i verbëri, keni harruar ngjyrat. Po ke harruar shihen ma gjepse të buzëve të një gruaje. O zot, më kishin mbyllur mua këtu pa femra, unë do kisha varur veten qysh vitin e parë. Nëse ju bëni se të doni, ha, ju veproni vetë me vullnetin tuaj të lirë. Po e lat me vullnetin e tij të lirë. Tash si thoni, tirash 10.000 kopjesh, pem, zogj, femër, familje. Familje, ma që është i diqënëruar, ka 10 vjetë që nuk man lidhje me familje. Familja nuk përbën detyrim, ka edhe gratë të tjera. Apo jo, zoti Emanuel? Atëherë, Çfarë? çfarë zgjodhe? Lirin. Lirin. Bravo. Dje unë që ti e njëri manqur, do ta shkruani vetë apo do ta diktoni? As kështu, as ashtu. Si as kështu, as ashtu. Do të qëndroj këtu. Do të qëndrosh këtu, ha? Po. Dëgjoj këtu ti, Emanuel. Mos i ham kohën njëri tjetrit, ha? Nuk keni nge.
Na presi në shtëpi, nuk e di nëse ty të presin apo jo. Kjo nuk më intereson. Unë di vetëm një gjë, që koha jote këtu ka mbaruar. U zbras. Ti nuk ja që budallat, që të duhet të dish, mor, pse u theq si vendosi? Sepse shryet e komandantit shkreptin. Unë nuk kam ndërmend të gërmoj pse të futon ty këtu. Ta zëm se je pa faj, ta zëm se atë himnin, që nga fjala e parë, deri tek e fundit, e ke shkruar ti. Ta zëm se edhe sot je besnik ndaj partisë, po që kështu aq edhe më keq, se po të kishe qenë besnik, do të kishe kuptim edhe falje. Ma e kupton ti apo jo që unë ty nuk të njoh fare. Sepse edhe raportet që na vinin ishin të shkruar nga budallënj. Si puna e këtij kolonelit këtu. Kjo është e tmerrshme, kupton. Kjo është skandaloze. Edhe ta dini se për këtë problem do ta bëj çështje deri lart. Ju bëni si të doni, zoti kolonel. Vetëm vazhdo punën ti. Ti je njeriu më i përshtatshëm për këtu. Atë nuk e di ti, atë e di partia, e di Ka komanda. mundësi që ti t'jesh i shenjtë, more, zoti Emanuel. Atëre përse nuk e lënë shkruan atë mund deklarate? Ky qëndrim nuk ndryshon as edhe një gjë. Si more për ty që ka njësoj si t'jesh brenda, si t'jesh jashtë, si t'jesh në gropër më të thellë të ferit? Megjithatë të them të drejtën, unë dyshoj në zgjuarsinë tënde. Të zgjuarit e pranoj kompromisin. Ti, po e mban veten për njeri të zgjuar, duhet ta nënshkruash. Sepse bën pazar të mirë, me të shkuar shlyen të ardhmen. Por ka edhe një probabilitet tjetër, të mos jesh i zgjuar. Gjë që unë e pranoj edhe më tepër, po kjo s'ka se edhe një rëndësi, ti do të dalësh prej këtej. Zoti prokuror. Po. Unë jam i dënuar me burgim të përjetshëm. Po. Unë i kam pranuar fajet e mia kundër udhëheqësit si netusi dhe para gjyqit. Atëherë unë dua të kryej dënimin. Ju nuk mund të më lironi. Ne nuk mund të lirojmë. Ne të lirojmë atëherë kur na doj qefi. Sigurisht. Kur udhëheqësi ta vendos. Ne dim që ti je i pafajshëm dhe nuk duhet kalbesh këtu brenda. Juve ju pret shoqëria. Ju pret shoqëria në gjirin e saj. Ti duhet të pasurosh me vepra të pavdekshme thesarin e letërsisë tonë kombëtare. Zoti prokuror, atëherë unë po e nënshkruaj deklaratën me kusht që të më lejoni të qëndroj këtu. Po kush dreqin e beson atë deklarat, po të qëndrosh ti këtu? Nuk e kupton ti që duhet sporresh që këtej qysë sot? Sepse grushti i komandantit... Po na lero, kolonel, na lero edhe ti. Shiko se folja për komandantit, kupton? Jashtë unë jam njeri i dëmshëm. Jam armik, zoti prokuror, kurse këtu kreti pa dëmshëm. Tregoni vigjilent, zotëri, mos më nxirrni. Unë tashmë jam i pandrejshëm. Riedukimi nuk më ka bërë fare efekt. Unë jam i rrezikshëm, e kuptoni? Ti je një hajvan, Emanuel, edhe një mut je i rrezikshëm. U dashka të tregohemi vigjilent me ty, qesharake. Atje jashtë edhe një mickonj është më e rrezikshme se sa ti. E di çfarë je ti? Ti je një nul, një hiç. Me mban veten për poet, Palesh. Poet i leshit, në Alban Rimash. Një zë vjersh për të qenë ka shkruar në jetën e tij dhe çoçi duket vetja. Bile edhe atë zyrtarish nuk e ka shkruar. Nuk mund të më nxjerrni jashtë, ju thash. Protestoj, edhe du të ankohem. Dini që ka klart. Poshtë ky, udhëheqësi juaj. Ai maskara i ndyrësir, ai gënjeshtar, edhe varrnis i kombit. A dëgjuat se çfarë thashëm? A dëgjuat të tre? Edhe ti e dëgjova ti jashtë, besoj zoti kapten. U bën 4 ata që dëgjuan. Edhe ju të dënuar. Ngrini krye kundra pushtetit. Rëzoni muret e burgut. Nuk e di jam dëgjuar se çfarë thash. Po bëj thirrje për revolt. Pastaj fyerje e udhëheqësit. Besoj se më dëgjuat apo jo. Ne nuk dëgjuam absolutisht as edhe një gjë. Që të katër jemi shurt. Nuk ke dëshmitar. As veten tënde nuk e denoncon dot. Edhe sikur bashkëvuajtësit e tu ti shëmbin muret. Ku do të shkoje pastaj? Po kuptove më në fund, o njeri i trash. Ti duhet të dalësh prej këtej. E nënshkruan apo nuk e nënshkruan, se ky është vullneti i këtij këtu. Atëherë do të varë vetë.
Nuk ke as mundësi, as kohë. Se po që puna për të varur, të kishim varur vetë ne. Manuel, ti je një pushti ndyrë. Po çfarë pandet ti, more, ple, ha? Po për shkakun tënd, more, dhe shokëve të tu, armiq, gazetat satirike të kontinentit e vizatojnë si kanibal udhëheqësin tonë. Se ai gjoja jo vetëm që vrau shokët e tij të luftës, por për të ruajtur pushtetin do të vriste edhe vllain nëse do ta kishte sigurisht. Po ja ti je gjallë dhe kur të dalësh prej këtej të gjithë do të shohësh se ato që thuhen janë gënjeshtra. Ti prandaj edhe nuk do të dalësh, sepse ke ndërmend ta njollosesh edhe më keq emrin që gëzon vendi ynë sot. Shko, ti do të dalësh prej këtej sikur qameti të bëhet. Do të dalësh se kështu e kërkon interesi i popullit e i partisë. Kapter! Merre. Hyr. Hyr, se dera është e hapur. Mirë dita, zonjë. Mirë dita. Familja Emanuele? Si urdhëron? Atëherë jemi në rregull. Mobiljet janë për këtu djema. Mobiljet? Mobilje vinë nga drejtoria e pritjes. Ja, dhe adresa rruga e Luleve numër 2, këtu me pjasë. Ngarkesa e parë është pajisje kuzhine, një bufe me xhama dhe një raf me libra. Ku do t'i vendosim? Po, si të them unë e shkreta. Them pranë këtij murit, këtu se do ishte mirë, e? Bukuri. Shumë mirë. Kurse pajisje dhe kuzhinës në kuzhinë. Pajisje të ndemata në kuzhinë. Kush është i zoti shtëpisë, zonjëria juaj, ha? Të lutem një firmë që i morët në dorëzim. Urdhra. Faleminderit edhe mos u shqetësoni se kemi punë sot, do të vim shpeshherë. Mirupafshim. Hyr. Mirëdita, zonjë. Mirëdita. Mirëdita, zonjë. Vi nga posta dhe kam sjell telefonin. Ku do ta instaloj? Po, unë them Ka këtu, një link, do ishte zonjë. mirë se është edhe priza. Unë jam tekniku i poljerit, zonjë banja nga ndodhet. Banja është këtej, urdhroni. Hyr, se dera është e hapur. Emanuel? Këtu bënoke pra? Kjo nuk është adresa jote e vjetër. Ata më thonë të vi këtu. O zot sa autolla. Po, eja lëshoj plaçkat. Ndjeu si në shpinë tënde. Plaçka se aso nuk e ndjej vetëm si në shtëpi këtu, sepse kjo ande nuk është shtëpi. Tash ti dhe ti këtu. Pa tjetër jo vetëm mobiljet edhe ty të prisja, sepse gjithçka për këtë o bë. O zot, 10 vjet. 6 vjet që s'ka marrë asnjë letër prej teje. Emanuel, e vërtet është kjo? Thua ti e vërtet, ha? Më thanë, por as unë se di, më duke i krejt e pabesueshme. Kjo është si një ëndër. As nuk të putha, Emanuel. Po pse nuk e lëshon atë violin nga dora, lëshoje pra? Po që më rri aty se më në fund erdhe, u ktheve, je në shtëpi më në fund. As ty nuk besohet. Apo jo?
Sa i uritur duhet t'jeshe? Nuk do t'i lash duar dhe të hash diçka? Nuk ka njëri në shtëpi. Qipi, djali ku është? Ti ende i thret Qip, po djali tani është i rritur, është në shkollë. Shkollë? Shkollë, lartë në breg të detit. Pemë të bleruara, zëqt, këtu janë. Mëngjezëve, do dëgjosh këtu koncertin e zogjve. Do të thithësh aromën e luleve. Prej sa kohë është banon këtu? Prej 3 ditësh. Por kjo ende nuk mund të quhet banesë. Në shtëpinë e vjetër kisha vetëm atë divanin sa për të fjetur tavolinën dhe 3 karriget. Kurse këtu do të ketë dhomë të veçantë edhe djali kur vi për pushime. Jo, edhe ti sigurisht. Në tele sapi të blejmë 3 divan? Divane? As si kur ta di Emanuel. Gjithë shka në kohën e vete me radhë. Më falni, zonjë, telefoni është gati. Faleminderit. Mjafton të formoni numrin që dëshironi dhe mund të bisedoni me të gjithë botën. Aha, faleminderit. Tani ju lutem një nënshkrim në këtë angazhim, se telefonin do ta përdorni vetëm sipas rregullave në fuqi. Çdo me thënë sipas rregullave në fuqi, zotëri. Më fal më zotëri, po sakt. Aso nuk e di mirë kuptimin, po më thot mendja, me që rregulla ka për çdo gjë. Rregulla në fuqi ka edhe për telefonin, se ky e lidh njeriu me njerëzit e tjerë. E me që ligja e thot shkojë se çfarë nuk duhet flasësh me njerëzit e tjerë, besoj e kupton përse bëhet fjalë. Ju do e firmosni apo zonja? Zonja. Zonja. Dolores në shkruaj apo? Një firmë, lutem. Si? Faleminderit. Urdhroni. Ditën e mirë, zotëri. Ditën e mirë. Ku e patëm fjallën e? E s'ka gjë, se kemi ko. Tani shko t'lash. Pastaj do të më tregosh, a? Ke shumë për të më treguar. Edhe unë po ashtu. Jam i qelbur, a? Jo, kush e tha? Tashti, sigurisht duhet ke shko pa Bolieri ende nuk punon, ujtë ngrot nuk ka. La i vedëm duart, dhe sa të regulosh ti po pregatis dhe unë diçka këte mirë? E mora vesh, qelbën. E pse ti bie rrotull gjanë? Shtëpia kur rije më parë, si ishte, pse ndrove? Ajo? Po. Pa ajo nuk ishe shtëpi, por vrim në një bodrum me lakështir. Dhe nuk e ndrova unë këtë madhan. Ma dje jo mua, kuptot, a dhan ty? Mua? Po, a i vetë, tha. Pra ti thua se kjo shtëpi që nga imi, e? Zdo më ndë jotja. Tashi, me një fjale e jona. Më në fund kemi dhe ne diçka që është e jona. Më të vërtet e jona. E kuptove, shtëpia e jona, shtëpia e re. E jotja, e imja, sigurisht edhe e Qipit. Po djali, Qipi, ku është? Erdi? Jo. Erdi djali? Do të kënsjell në një gjë tjetër. Urdhroni. Has, me kujdes, avash. Erdi rafti ti për avezojnë? Po? Te ka i vendi atje thatë. Pra këti muri. Hajde t'jema, shpejt se kemi punë. Ja dhe rafti i librave. Prego. Faleminderit. Pa më thuaj njerë, sa paguan ti për to? Asgjë. Si asgjë? Dhe pikrish kjo është mrekullia që nuk paguajmë gjë. Ose më mirë të themi ke paguar ti shumë fishin e këtyre. A i vetë tha. A i? A i pra, o dhejsi. Kuptove. Më pyete ku është Qipi. Është në shkollë. Këtë ma thej, po nuk më ka thënë çfarë shkolle? Në shkollën e oficerave të marinës. Djali më i Qipi? Qipi. E pse? Ndoshta ati nuk i takona? Ai nuk mund të bëhet oficer marine? Ai nuk mund të ketë uniform të bukur me kopsa të arta për shkak të tjatit? Por o thej se e falit tjatin, apo jo? Sigurisht. Ai di ti se Qipin as në shkollë të mesme nuk e pranuan. Po ti s'ke nga ti dish këto. Kjo ndodhi para 5 vjetëve. Por plagën më të rënda e mori më herët në klasë 6. Mësuesi i fiskulturës e zgjodhin klasën sportive se vraponte mirë. I dhan edhe tuta fala si gjithë të tjerëve, por mbas një jave e përjashtuan dhe ja morën tutat se djali një armiku i tha nuk duhet bëhet sportist. E qysh atëherë ti nuk din asgjë për ne. Dhe
Nuk deshet t'isha asgjë, sepse letrat që të dërgonja më ktheheshin mrapsht. Ata më thonin se ti vetë nuk doje të shkruaja. E përse? Mos ndoshta nuk të kam qëndruar besnike. Mos vall nuk të prita. Qëndrova këtu me gjithë djalin. Dhe besoj se nuk mund të pretendonje ti duar trokisja dhe ti aprovonja ato bëmët e tua se me le këtu pa asgjë dhe unë prap të prita. Pa qka se Qipi për shkakun tënd ma thoshnin gjithë një mu. O zot, edhe unë që po flasë kështu, po kemi kohë për këto. Nuk do të shkosh të lashe? Mirë. Dakor, po ikit lanë, po nga të shkoj, ku të vete? Po, uji nuk është ngrohur akoma, s'keq, më do presesh edhe pak, mirë? Pastaj ama do të kruhem mirë, do të ishë gjithë. Tani do të them gjën më kryesore. Çfarë? Para një jave, erdhi këtu një ushtaraka, polic, nuk e di se ç'ishte, në shtëpinë e vjetër isha në Bodrum. Më solli një letër ku shkruash: jeni e mirëpritur të vini. Tekstualisht kështu, jeni e mirëpritur në këtë ditë dhe në këtë orë në zyrat e udhëheqjes. Emanuel, po të mos ishte shkruar aty jeni e mirëpritur, unë do isha tremur shumë. Sepse mua sa herë që më thrisin në zyrat e prokurorisë, më thonin se ti nuk man qëndrim të mirë në burge, se shkruan vjesha, se të kanë burgosur përsëri. Këtë nuk e kuptoja. Çfarë nuk kuptoj? Thosha me vete. Si mund të burgoset një njeri që është i burgosur? Nuk e kuptoj. Të as tani nuk e kuptoj. E pra, si që të thash, unë do isha tremur shumë sikur të mos ishin shkruar vetëm ato dy fjalët jeni i mirëpritur. Ti shkove edhe ata me njëherë të mirëpritën, si fletë dhe ti Emanuel, po, shkova në sekretari, e të provoj e herë të mos shkoja? E kujt jam banë të mos shkoj kur të thrasin këta? Nese, më priti një admiral. Më tha se udhëheqësi kur mori vesh se ti, me një fjalë udhëheqësit ka falur. Syri i udhëheqësit buzëqesh, dora udhëheqësit levaton. Kështu tha ai. Pastaj tha se së shpejti, në atë qast u hap një derë dhe hyri vetë udhëheqësi. Sa më pam kapi dorë me dyja duar. Dolores, po pse nuk e ardhur përpara? Pastaj më tha që ulu pranë me, do të pish një kafe? Ku e di ti? E di. Shkurt, më uli pranë vetës dhe më shau. Sytë e ti me njëherë shkrepti. Emanuel, më shau dhe kish shumë të drejtë. Ti kur t'ashtu atëherë, dhe më thënë kur t'arrestuan, përse nuk e mora atë në telefon, Më mirë ti se mund t'a ndjej vetën të fyrë, po unë? Pra, më shau mua, sepse asu nuk e mora në telefon t'a lajmëroja. Ai krejt të rastësisht ka marrë vesh se ti e në burg. Jo, unë i thash se unë atë kohë unë desha takohem me të, por nuk me linin të hyja në zyrat e udhëheqjes, e më vonë pastaj nuk pata guxim. Po, thaj, se sekretari i mi atëhershëm ishte një maskaradë armik dhe tani që mora vesh se ç'pas ka ndodhur, po jap urdhër dhe së shpejti do të vijë në shtëpi. Unë e falenderova me gjithë. E falenderova? Po, si urdhron, e falenderova. Sepse unë nuk jam mos më njoh se ta kafshoj dorën që më jep diçka. Të lutem, as më thua, kur ka pasur shtëpia jon kaq? E pra, edhe ti ke qenë dikur i madh, por ne në mizerje kemi jetuar. Dhe pardi u bartëm këtu. Dhe siç e shef nuk e pata të vështirë me ato dy lecka që kisha. Kurse çipin e thirrën më njëherë në shkollën e oficerëve. Edhe unis. Po. Nuk më priti mua këtu në shtëpi. Si, të priste. E po s'mund të shkatroj tartën e vet. E thirrën dhe unis. O zot, po kush drejt që na shpërsi? Ç'ke që nervozohesh kështu? Me siguri do të kenë prunë një gjësen tjetër nga udhëheqësi. Më falni, lutem. Urdhroni. Ndoshta kemi ardhur në një kohë jo shumë të përshtatshme, po deshim sa të vinim pak perden tek dritarja për të mbuluar hekurat. Nuk ka problem, urdhroni dhe punoni pa merak, mjeshtër, nuk na shqetësoni. Ju faleminderit. Edhe me gjithë se zemra të pigon të gjak, nga që djali po të shkëputej për herë të parë, ti për hir të ardhmë mes ti e lejove që tikte? Pse? Mos ndoshta nuk duhej ta lejoja? Për shkakun tënd beti prapa në çdo gjë. Sepse ti gjithmonë o do shkonje për të qelluar me push, o me vjersha, ku ta diun me çfarë. Sepse për ty gjithmonë më të rëndësishëm janë të tjerët se sa shtëpia.
Ja dhe 1 minutë zonjë dhe perdja do t'jetë gati. Ti gjithmonë do të shkruanje vjersha, sepse nuk mund të rrije pa to. Ma dje dhe atje brenda ku ishe. Ç'pandeti se nuk i di unë to? Kurse djali që i detyruar, tjetoj kokullër e turprot për shkakun tënd. Po ti edhe për himrin na kishe thënë se kur pastaj në shkollë na doli puna ndryshe. Po le tash si gërmojmë këto historitë vjetra. Po pse sipas te cili është profesioni im? Me se merrem unë? Çfarë jam unë çan? Nuk e di tamam. Mësues? Djali çfarë i ke thënë? Asgjë. I thash se je smur se të kanë çuar në spital. Nuk do t'ja ndoja edhe me këtë gjendën djalit ton. Bolltrënd e kish. Mirë, nuk i ke thënë djalit se jati është poet? Ti? Poet. Poet? Solla libra, zonjë. Çfarë librash? A janë plot 164 sop libra. Nga këto, më falni, nga këto 57 vëllime me veprat e udhëheqit. 23 raporte dhe fjalime, 11 studime të tij filozofike, 7 janë me vjershe dhe poema. Pastaj vijnë 3 vëllime klasike të komiton, 2 vëllime historia dhe disa të tjerë më pak të rëndësishme. A nuk është gjes fistik nga ana ati që na dërgon veprat e veta? Shumë fistik. Ja dhe kjo punë mbaroj. Hap! E hap perden. Hynë e tërë bota brenda. Hop! E mbyll perden. Asgjë nuk duket më. E mbyllur asgjë s'duket. Ama e hape, aty janë hekurat. Një mrekulli zotëria, po jo? Faleminderit, mrekulli mjeshtër. I zgjidhe të gjitha hallet e botës. Faleminderit. Ja, edhe librat, janë gati të gjitha në përvende. Të lutëm zotëri tani një firmë që i morët në dorësim. Gjithashtu edhe mua. Edhe Polieri është gati, zotëri, lutëm një firmë. Me që keni punën për firma, zonja merret me të punë. Ajo e mbulon këtë sektor. Sektor tjetër. Qa? Po? Një firmë. Urdhroni? Ju lutem zonjë dhe muajnje. Urdhroni? Ju faleminderit. Ditën e mirë. Të lutëm edhe. Ditë e mirë. Ditë e mirë. Faleminderit. Faleminderit. Në rregull. Edhe tani do të vinë koltuqja. Mirupafshim. Mirupafshim. E po, edhe unë po shkoj të lahem, të kruhem, mirë. Beata, që bëhet, mëj? Beata? Po. Ende se paske harruar? Pa nuk i duesh gjema asaj se nuk jema njeri i rëndësishëm e nuk kema... Bëhet ajo të thash. Banon këtu, në qytet. Nuk e pate mjaft një herë që desh të qoj në litarë? A takohesh me të? Nga një herë. Rallë, rastësisht. Tashti ajo është në gjendje të mirë. Nuk e them se e kam pasur për turp varfrini, jo, po ku taftojem po drumë? Kuptoj, tani nuk je më e varfër, apo jo? Jo, ti u ktheve. Të taftosh? Si të them? Po duash ti... Alo? Beata ti je? Jam unë Dolores. Aha. Sigurisht nuk e ke idenë pse të morën telefon. Apo e di? Emanueli... Jo, nuk i ka ndodhur asgjë e keqe, përkundrazi. Aha, liruan. Aha. Ai më thatë të marr. Sigurisht po, nuk e di, tash je shumë i tensionuar. Më fal një minutë. Atje. Shumë mirë. Ashtu. Këtë të vjetrën hiqet.
Shumë mirë. Një qikë më këteje? Ashtë. Alo, Beata, më fali dashur, po tani sa po binë mobiljet, a? Jo, në adresën e vjetër. Rruga e Luleve, po, numër 2. Po s'kej si ta dish se vetëm 3 ditë kam këtu. Dëgjoj dashur, eja se kam shumë nevoj për ty. Ty të dëgjon. Po gjithmonë të ka dëgjuar ty më shumë se sa mua. Po shpejt e dashur, shumë, po. Mirë, hajtë mirë se të vish. Faleminderit. Faleminderit. Emanuel. Urdhëro. Mbarove? Edhe pak. Ua! Po ti nuk ke që të veshësh? Po të s'ka mbetur asgjë. Ato pak që ishin mori qipi kuriku. O, zoti madh. Zonjë. Urdhëro. Këto, sa po erdhën nga NPV-ja e kryeqytetit, ka kostume burrash edhe të bërës me burë. Ka të tjera për... Faleminderit. Emanuel, prit ti sjell atje. Tani ke që të veshësh. Shpejt, Emanuel, se sa s'ka ardhur Beata. Sa do të gëzot Shqipi kur të vi për pushime. Beata, erdhe? Hajdash. Si të duket, ha? Pëlqen? Shumë. Po, nga qielli ranë gjithë këto? Jo, nga udhëheqësi. U tregua kaq i mirë dhe kaq i dashur, por nejse. Do të flasim më vonë për këto. Beata, më thuaj, do të më ndihmosh? Po, unë të thashë po për çfarë? Emanueli po tregot shumë i çuditshëm. Pse? Nuk gëzohet fare për këto. Ai nuk gëzohet as për fatin e të birit. Jo, megjithëse kur erdhi spari për çipin pyeti. Po pse, çfarë ka ndodhur djalit? Vërtet, ti këtë nuk e din. Jo, dhe s'ke si ta dish. E quan në shkollën e oficerave. Dje u nis. Dhe Emanueli nuk u gëzua as për këtë? Jo, muj, e ke parasysh? Madje edhe sikur u zëmërua. E pra për fajin e ti, djali. Po ka ky gjëra për të ndrequr. E kupton ti këtë qëndrim? Nuk më shfare mirënjohës që e prita. Për gjithë shka gjen nga një yçkël për t'i ironizuar, çdo gjë e sheh me dyshim, i duket sikur nga të kat... Emanuel, po ti e dije që vjen Beata. Pse nuk je veshur siç duhet? Tani ke kostume, apo nuk të rinin mirë? As i provova. Eshe? Ky është. As nuk i provon. Kujtes e zërë. Havasha. Zonjë, erdhën pajisjet e dhomës gjumit. Një copë krevat dopje bashkërtor, 2 garderoba, 2 komodina dhe një pasqyrë tualeti. Këto duen futur nga ana e praksme. Të lutëm, hajde në të regove. Më fale dashur, po do të le vetëm disa minuta. Po se kur t'ulesh. Me këto të shpërblyen 10 vjetët e burgut, ha? Jo, me këto më shpërblyen bindjen që pranova të dalë. Pra jam unë ai që paguaj. Për çfarë paguar? Për besnikrin bashkërtore. Nuk deshe të dalësh. Ati ishte gjithçka e qartë. Ne edhe këta. Kurse këtu është unë edhe ti. Apo vetëm unin tënd pranon, hë? Këtë do ta shohim. Sepse më duhet të zgjidh më parë enigmën se cila je në të vërtetë ti. Vështirë. A e di nga kush e ka mësuar këtë? Nga kush? Nga ajo që ishte e paarritshme. Oh, sot. Më mirë të kisha qenë vërtet e paarritshme. Sot e paarritshme është vetëm e vërteta.
Emanuel, çfarë bëhet ti atje në burg? 10 vjetë? Po, në orën 5 zgjimi, 20 herë gjimnastika e pompës, pastaj ngrënia mëngjesit, pastrimi qilis, gjysmore aerosje në oborin e burgut dhe në fund punishtja e këpucarisë. Po nuk të pyeta për orarin. Riparoja këpuc, ushtarak e keq. 10 vjet nuk e mësova mirë atë zënat, më dinin goshdët nga brenda. Dhe? Dhe shkruaj e vargje në letër higjienike. E kuptova. Dhe kishe lexuese? Si s'kishe? Ne edhe këta. Dhe çfarë t'i jepni si shpërblim? Shpërblim. Nga njëra palë qelin e ftohtë ndëshkimit. Ndërsa nga pala tjetër vëmendjen, shikimin e ngrohtë të mirënjohjes, vetëm kaq. Emanuel, gënjen ndonjëherë ti? Ty nuk të gënjej. Po veten tënde? As. Ku ta diun? Ti atje në burg ishe person i rëndësishëm, ha? I rëndësishëm? I rëndësishëm. I përkisja diçkaje. U përkisja atyre. Megjithse kur më liruan duke dal nga punishtja më shanë dhe më qelluan me një këpucë. Lexuesit e tu? Po. Pse? Ku ta di? Mos mirënjohje e përjetshme turmës. O zot, lexues që qellojnë me diçka gjën edhe këtu jashtë, nuk është e nevojshme të rish në burg për këtë. Emanuel, nuk më thua. A nuk është më mirë ti jesh ti se sa ne? Vetëm kush është i sigurt për vlerat e tua, vetëm ai që të çmon me të vërtet e meriton të rri pranë. Vetëm ai që guxon të jetë ai që është të vërtet. Kjo duhet vej edhe për ty, Jon. Sigurisht. Urdhoni, hyni. Përshëndetje patriotike. Përshëndetje. Vi nga dekori i qytetit. Në këtë dhomën këtu do ta vendosim portretin e udhëheqësit me kornizë të art? Nuk e kam ide, ndoshta. Më falni. Me cilë kam fatin të flas? Me zotin Emanuel? Po qese ju këtë e quani fat, unë jam. Pra këtu, më falni për shqetësim, po do të mbaroj punë shpejt. Ndërmarrja jonë bën punë të shpejt, një urdhë telefonik, edhe ne shkoj me vëm, pas disa ditësh na vjen një urdhë tjetër, shkoj me heqim punë minutash me cilësi të lartë. Po, mund ta vendosim tek ky muri këtu? Vare ku të duash. Këtu është mirë kështu nga ana profesionale për ju. Vendin e zgjidhni ju vetë, neve nuk ju ndërhyjmë për. Por unë ende nuk e kam të qartë se sa i madh është xhaxha. Ja, u tregoj, urdhron. Madhësia shtëpiake, zotëri. Të tjera... Baja pak karrikën, mos Faleminderit. Të tjera janë portretet që prodhojnë për qendra pune e prodhimi, të tjera për zyrët, për kopshtet, edhe kështu me radhë. E bura pak më lartë që të duket më mirë edhe më bukur. Tash po. Shtëpia është e plotë. Nuk mund të ketë siguri dhe ngrohtësi familjare pa portretin e tij. Sepse kur bëshqeshin sytë e udhëheqësit, bëshqesh edhe ti së bashku me te, apo jo? Po kur sytë e tij shkreptin xhaxha, ndodh. Kur shkreptin gjej vërim ku të futesh. Këto që thash janë për juve, zënj. Faleminderit. Po të shkeli zotëria në të rast të kalbur, ja rregullon ai qefin, e paqja familjare vihet me njërë në vend. E kush mund ta kundërshtoj atë? E tani bini një firmë këtu, ju lutem, edhe unë po iki. Unika, po këtu ju lash udhëheqësit. Përshëndetje patriotike. Patriotike. Ja, Elva, këtë ditë do ta festojmë, do ta festojmë në portretin e mrekullueshëm të udhëheqësit. Po sjell 3 gota. Janë nga të vjetrat, 3-at ende si kanë sjell, po do t'i sjell. Udhëheqësi
Mendon për gjithçka. Po tani çfarë do të bësh? Nga do t'ja fillosh, do të shkruash? Edhe shishën e shampanjës e hapa vetë. Varet prej teje, vetëm prej teje. Pa çka se kjo është punë burrash. Sot edhe mbushjen do ta bëj unë. Po për herë të fundit ama. Hajde rëmbeni. Edhe ti, Emanuel, se nuk të bën dëm. Këtë gotë do ta pim për lirimin e Emanuelit, që më në fund do ta rifilloj jetën përsëri. Mund ta çojnë edhe mësues. Po ku i dihet? Edhe drejtor shkolle mund të bëhet. Po nuk ke frikë se mund t'i mësoj keq kalamajtë? Aha. Ka zënë mend boll atje. Tani ti heqi një vizë të kuqes së kaluarës e të filloj nga e para. Të japi mësim. Sigurisht. Fëmijëve të vegjël. Tu mësoj atyre sa bëjnë 2 herë 2. Bollit meroj njerëzit. Me pushk. Me pushk dhe me vjersha. Me mira ishin ata që rrëmbyen armët, mbasi lexonin poezitë e mia. Po, me mira ishin ata që rrëmbyen pushkët prej vjershave të tua. Se ty nuk të mjaftonte nderimi i tërë fshatit që të ftonin çdo dasëm, e kubejtet e tua ishin nga më të mirat. Jo, ti gjithmonë ke dashur diçka tjetër. Diçka më tepër nga ajo që ke. Ti do t'i ngjitesh e maleve për pjetë, për tramër miletin me pushk. Po unë e di se shflisin njerëzi për ty kishin frikë të ta thoshnin. Po ti gjithmonë je shoqëruar me njerëz të qinj. Por udhëheqësi nuk gabon kurrë. Ai i vën gjërat në vendin e vet ai. Dhe unë e kisha fjalën për burgun ku fola për njerëzit e këqinj. Se koloneli natose me ty, edhe për të mirën tënde, se ishe kryeneq, nuk doje të haje, se o a jepje të tjerve. Po racioni është racion. Është edhe ndëshkim, se burgosurit e kishin merituar derisa i kishin burgosur. Koloneli më thoshte, uturakun se i cili duhet ta derdhi vetë. Ç'pun kishe ti me uturakët të tjerve? Të sëmurve! Pse? Kush je ti? Zoti e ti? Mirë bërsi, që sakrifikohet për tjerët? Po sigurisht, ashtu pandeje se do të duan më shumë. Po njerëzit duan vetëm veten e tyre. E po të mos ishe ky që je. Ty do të kishin liruar me kohë, unë nuk do të jetoje në atë hurimin e podrumit e vetë. Prit, dëgjoj këtu, yt shoqi ishte në burg, ë? Po, pra është njeri i keq. Po udhëheqësi e liroi këtë njeri. Pra edhe udhëheqësi që nga njeri i keq. E pra dikur në përmale i shoq edhe kotherën e bukës e ka ndarë me udhëheqësin, sepse burri jot gjithmonë është shoqëruar me njerëz të këqij. A nuk ke frikë Dolores? Nuk ke frikë se ti me këto që thua mund ta çosh përsëri atje ku ishte në burg? Nuk e di. Si? Nuk e di, po partia është e drejtë dhe e pagabueshme. Unë nuk di që kam këshu, Emanuel. Unë jam tepër nervoze sot. Emanuel, më falë, po jam shumë nervoze. O, zoti madh, nuk di që kam këshu. Nuk do pim diçka? Dëgjoj këtu Dolores, ti kujton se ky njeri që është gati të shtyjë grykën e armikut, mund të kënaqet edhe me veshjen e mikut që i veti në pjatë. O zot! Çfarë do ti pretimoj? Në litar të shpirsh edhe një herë? Unë nuk dua asgjë prej ti. Unë dua atë. Atë që qëndron një kokë më lartë se gjithë të tjerët dhe që më në fund është i lirë. Beata, unë kam 10 vjetë që duhet të të pyes për diçka. Por përpara më thuaj, a ke gënjur ndonjëherë në jetën tënde? Vetëm kur ka qenë e nevojshme. Gjithmonë në të tilla raste. Po, në këtë rast tani nuk është e nevojshme. Po unë nuk e di, a do të jem në gjendje të përgjigjem pyetjes tënde? Po. Pyet pra. Beata, atëherë në gjyqin tim, kur gjykatësi të pyeti ty, ban mend? Po. Të pyeti sipas teje, zënjush, i pandeuri është në rregull nga mend? Ti ktheve kokën dhe Të pash ty. Sepse gjykatësi të thirrë shit trupin gjykues, jo të pandeurin.
Kurse unë vazhdoja të shikoj aty. Dhe pastaj? Dhe pastaj thash po. Atëre, e dije që kuptim kishte ajo po? E dije. Edhe nga pikpamja ligjore e dije? E dija, Dolorezi dëshmoi përpara meje. Ajo tha se kishte lëshuar një deklarat me shkrim dhe se në bazë të asaj deklarate avokati do të bënte ekspertizën për gjendjen tënde mendore. Kjo ty mund të të shpëtonte. Po mirë, a e kuptoje çdo të thoshte kjo për mua? Ndoshta. Përndryshe do të kisha pandehur edhe dhe cihemi të shmëndur. Vetëm kaq desha ti. Qysh prej 10 vjetësh. Po, qysh prej 10 vjetësh. Po e di dashur pse unë thash po në gjyq. Sepse unë mendova, një njeri i tillë nuk duhet të vdesë si krim i shkelur me këmbë, por ashtu si jetoi, krenar me kryet lart. O zoti i madh, Beata. Po mirë, ti nuk e dije se Çfarë? nuk kam bër asgjë kundër udhëheqësit. Asgjë kundër udhëheqësit? Po akuza gjithçka çfarë u tha në gjyq nuk është e vërtetë? As si fjalë vetme. Unë isha shok besnik i udhëheqësit deri në minutën e fundit. Atëherë pse? Po sepse qelloi që himnin kombëtar e kam shkruar unë. Ja, për këtë. Ty të pëlqen? Po. Edhe udhëheqësit gjithashtu i pëlqen. Ja për këtë. Si vetëm për këtë? Po, vetëm për këtë. Vetëm për këtë. Ke 20 vjet që jeton në këtë regjim, edhe nuk pas ke kuptuar asgjë. Ajo ishte arsye, që në atë moment ai më zgjodhi mua dhe nuk ja vuri gishtin ndonjë tjetri. Diktatorët e konsiderojnë popullin fëmijë, të cilin mund ta gënjesh her pas here duke i hedhur nga një lodër të re që të ketë nëse të merret. Edhe këto lodra fatkeqësisht janë koka njerëzish. Po si vetëm për kaq? Më falni që po i shqetësoj hijet e së kaluarës. Po bëni mirë të hani diçka. Se njeriu do edhe të haj. Ju edhe mund të pëlqisni nga thesaret e shumë të shpirtëror që keni. Por njeriu me 2 pare shpirt s'ka fuqi të transportojë torak të shurrës. Emanuel, ti ende se ke falenderuar këtë. Nuk është gjë e mirë nga ana jote. Unë desha vetëm të të shpëtoj jetën me atë deklaratën e gjyqit. Kurse kjo, sy hapur desh të çojë në litar. Kjo. Ha pra, falenderoje. Pusja dorën, me që kalle për ti ikur tani. Haje, atë mollën aty, Emanuel, se do t'jesh shumë i uritur. Mere, shikon si po t'busjesh? Po si vetëm për himnin, vetëm për himnin. Po, pse terroriseni aq shumë atë himnin? Ta zëm se ti e ke shkruar. Ka që rëndësishme që e ka kjo? Ja që u thej si pas ka qef ta ke shkruar vetë. Thuaj po, a i e ka shkruar. A i po të regohet ka që i mire, ka që i dashur me ty. Më vonë, shkruj një tjetër ti. Mere atë mollën aty, Emanuel. Mere, shikon si po të busjesh. Më lërë të thash. Nuk e ha, nuk pi, qarë drejkin do. Ashtu, a? Më vonë do pendohesh. Sa kokë fort që është. Po është vepra e jote. Po e dija unë që kështu do të ndihmoj e ti. Mirë mori dashur. Po nuk të pëlqeu, mos u bëjmë mësues. Ullu e shkruaj një him tjetër ti. U thej si ta lejon këtë. Emanuel, po do të shkruash këtu në këtë shtëpi plot poezi të bukura dhe jo për ata kriminalët e burgut. Ti e miku ju thej si taj vete tha. E për të shkruar poezi, nuk është nevojshme ti kësh me Beatën, të lesh familjen tënde dhe shtëpinë e pajisur kaq bukur. Pemet e bleruara, këngët. Po, ti mund të shkruash poezi të mrekullueshme këtu. Për këtë nuk është i nevojshëm as burgu e as Beata. Ajo, tani nuk ka ndonjë dhe ja ku i doli rasti me ty. Pra, ti pas ke bërë 10 vjet burg kot. Njeriu është me të vërtet i lirë, vetëm atje ku nuk kanë më se çfarë të marrin. Me të vërtet i lirë, pse po shkruash poezi ashtu si i pëlqen Uthejsit, sidomos tani që të ka falur? Çfarë falur thej Dolores? Po a nuk e dëgjove çfarë tha? Ky njeri nuk ka bërë asgjë kundër Uthejsit. Po ha, Emanuel. Shiko mollën aty si të buzëqesh. Po zgërdhiet me ty se me siguri e i urritur. Linë rehat, mora të veshë? E mirë, bëj çfarë të duash. Tani e kam radhën unë të pyes ty. Përse e ndje veten hero, kur ty në burg të kishin futur pa faj? Dhe e dyta, përse deshe të qëndrosh brenda? A nuk ke mundësi edhe këtu në shtëpi të izolohesh? Mjafton të krijosh rreth vetes një mur heshtje. A nuk kam të drejtë unë? Jo, ke të drejtë, Beata. E ndërton që ç'ke me të mjafton të rish brenda. A nuk kam të drejtë, Dolores? Jo, ke të drejtë, Beata, ke të drejtë. Më fal, madje po ta shohësh mirë e mirë.
Edhe uturakun ke se kujtja zbrazësh. Vetë se për këtë punë nuk ke përse të krenohesh. Po ha? Ndjeu si në shtëpinë tënde. Emanuel, ha të lutën të pak të një modh. Tani edhe Beata po flet për të mirën tënde. Jo, thash, më lini rahat. Me këtë mos do të thuash se do të kthehesh përsëri në burg duke qenë i pafajshëm. Edhe sikur të ngordh, po. I pafajshëm. Jam i pafajshëm ka shi udhëhesit. Po pikërisht për këtë jam fajtor ka shi popullit, sepse nuk bëra asgjë kundër ti. Atëherë kur kisha mundësi të bëja. Po je pafaj mori dashur. Ti thash do të kthej. Po këtu ke shtëpi të ngrohtë, ke burgun tënd personal. Ke djalin tënd kadet, ke gruan tënde të dashur. Po tani nuk ke marrë syet jetosh me turp. Udhëheci të fali. Mund të jetosh si më parë. Të dhash shtëpi, të kam mik. Po duhet të jesh krenari shtrenjti. Do të shkruash vjeshërza të bukura. Do të duar trokasin. Sa për ato që ndodhen ti nuk ka asnjë faj, as që të futën në burg dhe as që të nxorën qandej. Po kryesori është i lirë. Gjegjen e ke të pastër, nuk ke asgjë për të justifikuar. As të miku i udhëhesit. As të je armiku i tij. Po pse u dashka njeriu gjithmonë të justifikohet për diçka? Pse? Edhe hiqi një viskuqe së kaluarës. Dhe zvoglo. Baju një kokë më i vogël se vetja, të mos ngjallësh smirën e të tjerëve. Se vetëm kështu nuk të nget njeri. O thot, o shimoj Beata, ky nuk do të haj. Po thuaj ti se ty të dhe gjanë, thuaj. Emanuel, të lutem, ti e njëri i mençur, të lutem shumë. Haje një motë, pak të një. E çfarë? Kujton se këta do të kthejnë përsëri në burg, e? Jo. Derisa të nxorën një herë, nuk të kthejnë më. Beata. Sigur tani ti ishe përpara gjyqit. Çfarë të dëshmoje për mua? Thuaje këtu edhe mos gënje. Ti i çmandur për të vega! Mos i beso asaj dash! Qarabë dhe tjetësh. Meri dhe këto. Koltukët e ndyrë të udhëhesit tënë. Qarabë! Jo, Emanuel! Shtuku! Të lutem, Emanuel! Jo, të lutem, e më të për fjalin tonë, Emanuel! Emanuel, jo! Beata! Meri dhe këto! Jo, Emanuel! Me to për djalin, Emanuel! Qarabë! Mirëmëngjes, shefe. Mirëmëngjes, doktor. Si fjetët mbrëm? Faleminderit shumë mirë. Tensioni arterial, tretja ushqimit, gjendja e përgjithshme kështu? S'ka si bëhet më mirë, doktor. Gëzohemi veç se pas pak gjendja nuk do t'jetë aq e mirë. Kam një surprizë për ju. Na erdhi një smuriri e sollën sot herët mëngjes. Edhe herë të tjera kanë sjellë të smurë në mëngjes herë. Kanë sjellë po, jo si ky sotmi. Si ky janë rrallë. Shefe, duhet ju informoj se i smuri ynë i ri është autori i himnit kombëtar. A e kuptova. Udhëheqësi që është shumë i sëmur ka ardhur të vizitohet tek ti si mjek gjenial. Jo, po, desha të thesha që 10-12 vjet shkuara ne kemi patur një poet shpirtëzjarrt, një mësues malesh, i cili pa luftuar në një llogore me udhëheqësin. Emanuel quhej. E pra në atë kohë ne himnin e këndonim si vepër të këtij Emanuelit. Doktor, të lutem shumë. Nuk dua të dëgjoj gjëra për të cilat nesër të jemi detyruar. Me disheve që ju nuk do t'i thoni kujt prandaj me lejoni të vazhdoj? I faleminderit. Kështu pra ky Emanueli një ditë të bukur u zhduk pa lënë gjurmë dhe kur po thuaj se ishte haruar fare, doli njoftim shumë i shkurtër në gazetën Lajmtari, ku thuaj që për veprimtari armiqësore dënohet me burgim të përjetshëm. Dhe qysh atëre ta merr mendje se ç'ndodhi? Qysh atëre ne himnin e këndojmë si vepër të udhëheqësit. Amen. Dakor. Dakor, ti fole shumë gjatë, por unë ende nuk po të kuptoj ç'u këtu ky Emanueli. Emanueli në sot në mëngjes autoambulanca e solli këtu tek ne. Ai ka disa ditë që nuk ka. Jo se nuk jahet, po nuk do të haj. Kështu që mjeku i urgjencës konkludoi që ky njeri është i çmendur dhe e sollën këtu tek ne në çmendi. Në psikiatri, doktor. Më fal, në psikiatri. Kështu që unë si mjekroje shpejtova që t'u informoj. Kundërshtoi pacienti? Si me këmbë dhe me duar. Po tani? Tani e ka marrë pak veten dhe bën berufese. Mjekun e parë që do t'i dalë përpara thot, unë do ta vras. Alo? Po, unë jam. Emanueli ai sëmuri, po ai me ushqim të detyruar. Në të gjendje është. Nuk flet. Dakor, mund të ma sillni këtu lart? Shumë mirë, faleminderit. Zonjë shefe, zoti më ruajt nga qëllimi për t'ju influencuar në vendimet tuaja, po unë do të këshilloja të jepni duart i poeti. Të lutem, është dy fishë rrezikshëm. E para, ç'na duhet neve të mbajmë poet genial, të cilët njëra një kokë kanë ngrënë në një çanak me udhëheqësin, pastaj kanë zhdukur si kripa nuj. Më vonë kanë dalë sipërfaqe, po duan të rikthejnë atje ku ishin.
Të lutem e shpijem në një spital tjetër. I vëm një paradiagnoz, organizmi dobët, ushqyer keq, mungesë vitaminash, anemi, tension i lartë, një stomak aty dhe Gjendje nervore e tensionuar, ndjeshmëri e lartë patologjike. Doktor, më duket se nuk do shëmend për të kuptuar që vendin e ka pikërisht. Të lutem ai nuk thot jam Napoleoni. Nuk thot as unë jam Jezu Krishti. Të lutem ati, vetja i duket ai që është në të vërtetë. Falë mu ta marru? Patjetër. Urdhoni. Po spitali jemi. Drejtore shaktuash. Urdhro? Nga? Falë. Nga sekretaria udhëheqës. Filloj melodia. Në emër të atij. Alo? Po unë si urdhron shkërqesi. Të shkruaj. Udhëzimet personale të udhëheqësit. Ja një moment. Jep shpejt një blokë dhe një laps. Shpejt fito. Po shkruaj. Kujdesin mjekësor në shkallën më të lartë. Jo, nuk mendoj se jeta e tij është në rrezik. Po shkruaj. Të veçohet me kujdes nga të sëmurët e tjerë. Dhomë të veçantë. Gazetar të mos lejohen të takohen me të. Vetëm e shoqja një herë në javë. Po e kuptova. Si urdhron shkërqesi. Ju falenderoj për besimin tuaj. Sa e shefe? Faleminderit, doktor. Si, po përcillni kështu? Ju thash një herë faleminderit. Fani, unë ju dola borxhit apo? Alo? Si dy zonja? Për tek Emanueli, dakord e shoqja, po tjetra kush është? U thoni të presin lajmëroj unë. Protestoj. Brava! Kjo është e jashtëligjshme. Unë ha kur të më doj qefi, çfarë punë keni me mua? Në shtëpinë tënde, ama, kurse këtu do të hash sa herë të themi ne. Jo më të na ngordhësh këtu. Ta sollëm, shefe. Është sa si shqetësuar, po... Dakord. Emanuel, uluni. Ju lutem, uluni. Juve mund të largoheni. Nuk më dëgjuat. Jeni vetë shefi? Po ti vetëm me këtë? Ju thash një, largohuni tani. Hiqeni dhe zini vend, ju lutem. Urdhroni. Keni thënë se mjekun e parë që do t'ju dalë përpara do t'a vrisni. E pra, unë jam mjeke. Dhe që t'jem më sakt, jam drejtoresha e këtij institucioni. A pra nuk e doni? Shumë mirë. Atëherë duhet të uleni. Në fakt ju keni shumë të drejtë. Ky është vendi ku mund të bësh çfarë të duash dhe ligji nuk të kap. Pra nuk të çon dot atje ku ke qenë. Uluni. Urdhroni. Jo, faleminderit se kam lënë. Për kursim? Jo. Sepse është i dëmshëm? Jo. Atëre për arsye parimore, kështu? Jo. I përbuzni kënaqësitë e vogla të jetës, apo jo? Po. Sepse me këto gjëra kënaqen ata njerëz të cilët ju i përçmoni. Kështu, Emanuel? Mund. Dëgjoni këtu. Në kafaz mund të rikthehet vetëm ai zog që ka harruar të fluturojë prej qëndrimit të gjatë mbyllur brenda. Pra, vetëm ai zog. Ju dikur keni luftuar apo jo? Po, kam luftuar. Më mirë është të luftosh apo të japësh mësim? Më mirë të luftosh. Dëgjoni këtu, Emanuel. Natyrisht po ju a them që ta dini.
Porta e këtij instituti hapet për ju sa herë që të dëshironi. Natyrisht mos e kaloni përgjegjësinë me mua. A jeni ju me të vërtetë i çmendur? Këtë pyetje më kanë bërë edhe para 10 vjetësh. Edhe dikush deponon në gjyq se jo. Para 4 ditësh ia bëra këtë pyetje të njëjtit person, edhe u përgjigj po. Cila është e vërteta? Atë do ta shohim. Por pak më përpara mendoj se duhet të sqarojmë diçka. Urdhroni. Mendoj se ju interesojnë. Jashtë prit gruaja juaj bashkë me një zonjë tjetër. Kush është ajo zonjë? Një zonjë. Një zonjë, kuptova. Ta thra zonjën? Jo, asnjëherë. Dakor, atëherë unë mendoj... Duart! Keni patrokitur ju! Nel duart! Një fik. Shkruaj. Në emër të shërbimit të sigurimit të udhëheqjes, sot muar në ruajtje një armë të ftohtë në klapa thik e përshtatshme për vrasje plagose. Nënshkruaj. Këtë do ta mbani deri në një urdhër të dytë. Mirëmëngjes, Emanuel. Kemi kohë pa u parë. Nuk e pranon dorën time miqësore? E po mirë, të prezantoj ministrin e policisë. Apo ndoshta e nje? Kam patur fatin të njoh kur ishte kapter. I ka thyer brinjët 1-2 herë. E she, ky qysh atëhere i ka ditur të gjitha. Është mbështetja jonë prej graniti dhe ka respekt të madh për ty. Qysh atëherë? Ja pra, Emanuel, veç mali me mal nuk takohet. Si e tani me shnet? Mirë? Faleminderit. E cili është shkaku i nderit që më bët duke më vizituar këtu? Se më merr mendja për mua keni ardhur. Po. Megjithëse duhet kisha ardhur ti tek unë për të më falenderuar. Por njeriu më mirë të mos pres mirënjohje nga të tjerët. Mirënjohje? Për çfarë? Që mi more të gjitha? Pse ajo që të dhash mos ishte pak? Më tepër nga shpatdhënia tënde. Mendo, për 10 vjet ke patur miqe shok me të cilët mund të bisedoje çdo deshe. Kurse unë ke qenë gjithmonë usta i llafeve. Kjo që e bukur. Faleminderit. Por komplimenti shpërblehet me kompliment. Edhe ti, nuk je poet i keq. Edhe unë. Po kush tjetër? Unë? Poeti më i madh i vendit tonë. Autori i himnit. Ai që nuk e beson le ta shohë në çdo libër shkolle. Jo këtu, Emanuel. Të themi të drejtën, kam edhe unë diçka aty, apo jo? Ke, si s'ke. Ti vure emrin tënd nën të si një hajdut ordiner. Beshe, edhe tani je po ai subjektiv e inatçi siç ke qenë atëherë. Nuk ke frikë? Përse? Se mund t'i japish urdhër që të më varë? Jo, sepse më fyen. Mund të më bësh të vuaj. Ti ende mendon se unë dua të eliminoj? Po. Në do të dish gjatë gjithë kohës që vazhdonte procesi i riedukimit, unë ndiqja me kujdes fatin tënd. Dhe nuk lejova të prekej asnjë fije floku. Pa çka se ti edhe atje bëje aktivitet armiqësor.
Ato vjeshat e tua. Si mund të ndiqje me kujdes fatin tim, kur ti nuk e di e fare se unë jam në burg? Ti këtë gjë e more vesh fare rastësisht, vetëm para një jave. A nuk i the gruasime, gëzuar zonjë, burri juaj është miku ime të tjera. Emanuel, po filloj të mendoj se kjo vizit miqësore tek ti ishte kopt. Atë e di ti. Mua nuk më ka thënë ende qëllimin e vizitës. Sa herë do të ta them? Po ti siç duket nuk i kupton. Çfarë nuk kuptoj? Emanuel, duhet mësosh t'i shohësh çështjet personale nga lartësitë historike, dhe jo nga interesi i ngushtë vetjak. A i ke lexuar veprat e mia? Nuk më zhdën në rasti. Në përburgje nuk lexohen veprat e mia? Fatkeqësisht të dënuarve ende nuk është dhuruar kjo kënaqësi. Kjo është skandaloze! Bajshënim, të veprohet me një herë, si urdhën mirë. Emanuel, duhet ta mbushësh këtë boshllëk. Ti kam dërguar veprat në shtëpi. Po, me letër speciale edhe me kopertinë në kure. Po duhesh edhe me autograf. Do t'isha shumë mirë njohës. Atëherë e ndjej të nevojshme të ti shpjegoj disa gjëra që ti nuk i ditë. Ulu. Teorinë e zhvillimit jo linear e kam përpunuar mbasi ty të quan për riedukim. Sepse, siç dihet, duajt e grurit përbëhen nga një numër kallish. Tani kështu i quajmë organizatat bazë. Pra, kalliri shpërthen nga dheu. Më falë po, më parë duhet mbi farë, pastaj prandej del kalliri, apo jo? Të lutem, më lër të vazhdoj. Pra, faza e parë e revolucionit ton është hedhja e farës. Në gjuhën tonë në kësaj themi mbjellje. Këtë e pason korrja, pastaj grumbullimi dhe në fund pjekja e bukës. Por derisa të vijë ajo kohë, popullit ton i duhet të duroj privacionet të mëdha. Ti rezistoj armiku të brendshëm dhe të jashtëm. Edhe në këtë pikë janë bërë përpjekje për të çoroditur njerëzit tanë, duke vënë pyetjen e pathemelt kush është sot më i rrezikshëm, armiku i brendshëm apo jashtëm. Këtyre bastardëve që bën këtë pyetje u tregova vëmë. Edhe pyetjet i paske ndaluar? Nuhatja është cilësia themelore e një lideri. Të nuhasësh, Emanuel. Të nuhasësh atë që ai tjetri ka ndërmend të bëj, edhe hop. Jo, ti jo vetëm që nuk e ke bërë veprën armiqësore, por as nuk e ke projektuar. Dhe unë e di se ç'do të projektosh. Genial. Të marrim vjershet e tua. Për fazën e parë, atë të mbjelljes, ato ishin me të vërtet një uragan që shtynte turmat në luftën për njeri. Po për fazën e dytë, dhe sidomos të tretë, ato morën një kuptim të kundërt, antidialektik, se ne lirin e fituam. Populli ynë është më i liri nga të gjithë popujt e tjerë të rruzullit. Atëhere, çfarë lirie vazhdon të kërkosh ti në poezinë tënde? Lirin e njeriut. Populli është një koncept abstrakt. Njeriu si individ është konkret. Kur ky nuk është i lirë, liria mbetet një fjalë boshe. Dëgjoj këtu, Emanuel, duhet ta kuptosh se menjanimin tënd për një farë kohe nga jeta politike e vendit e kërkonte interesi i saj. Dhe sot është po ky interes që e kërkon rehabilitimin tënd, për të vërtetuar se dora e ngrohtë nuk i braktis njerëzit, edhe kur gabojnë, por i ndreq, i rregullon dhe i kthen në jetë. A mund të më kthesh 10 vjetët e jetës sime? Emanuel, je shumë egoist. Je larguar nga populli ynë i mrekullueshëm, i cili nuk kursen asgjë për udhëheqësin e vet. Ai ka dëgjuar kur brohoret. Brohoritjet nuk janë gjithmonë në raport të drejtë me dashurinë. Le ta provoj ndonjëri të mos brohoras.
Dhe se pavarësisht nga këto, ndjenjat e mia miqësore për ty nuk kanë ndryshuar. Ato më kanë shtyrë të mos zbatoj vijen e rrept të revolucionare ndaj teje dhe nuk kam lejuar që të procedohej me zgjidhjen përfundimtare të problemit Emanuel, siç u veprua me të gjithë të tjerët. Më qartë se kaq nuk ka se. Kështu pra, kështu. Me punën tonë shumë vjeçare e përfunduam edhe fazën e korrje, që përfshin ndërtimin e shoqërisë së lumtur dhe hedhjen e bazave të lumturisë së përjetshme. Në kuadrin e fazës së grumbullimit, konsoliduam politikën e mullarit, sipas së cilës bari dhe kashta nuk hahen më individualisht nga baktia, por duke zbatuar disiplinën e rrept kombëtare për typen në dhëmbët kolektive të stallës, që është një mekanizëm i ri i shpikur prej meje. Më fal, po faza e pjekjes së bukës dhe sidomos e ngrënies, kur parashikohet? Kjo është më e vështira. Dhe ja tek po ta jap përgjigjen. Njeriu i ngopur bie në plogështi, flashket dhe humbet vetit revolucionare. Prandaj duhet të bëjmë kujdes deri në një, që ai të mos ngopet, të ketë një qëllim përpara vetes. Dhe qëllimi kryesor i njeriu, siç dihet, është të mbushë barkun. Prandaj, sa më larg të jetë realizimi i këtij qëllimi, aq më shumë shtohet fuqia e njeriu për punë që ta arrijë. O Zot, çfarë mendje gjeniale. Dhe sot, kur kalemgjinjtë e kontinentit e paraqesin demokracinë tonë si diktaturë gjakatare, kur shpifin për mua se gjoja kam eliminuar fizikisht armiqtë e mi, madje mund them dhe shokët e mi të afërm të luftës, unë u them. Jo, zotëri, nuk është e vërtet. Ja tek është. Aha, falja ime që nga për motive të tjera. Jo, unë personalisht asnjëherë nuk të kam konsideruar ty fajtor në kuptimin juridik të kësaj fjale. Ma thuaj, shkoqur, çfarë kërkon prej meje? Emanuel, unë duhet të jap shumë edhe të marr pak. Syri udhëheqësit buzëqesh, dore e tij ledhaton. Po vazhdon t'i dredhosh pyetjes. Çfarë kërkon prej meje? Emanuel, ti je poet i mirë. E di. Ne i lexojmë vazhdimisht poezitë tua. Dhe dim që ke qejf të vazhdosh të shkruash. Bukur, vazhdo shkruaj. Faza e tanishme e ndërtimit të sistemit ton ka nevojë për një penë si e jotja, që t'i ngrej lart flamujt. Një poezi triumfuese. Që të zëvendësoj ngrënien e bukës. Për këtë keni ardhur. Edhe për këtë. Po shërbimin tënd i ke të gjithë poetucët e vendit, ata që për 3 parë vargun çdo ditë mbushin gazetat me hosanara për ty. Ç'të duhem unë? Ata janë mediokr. Ato që shkruan janë mediokritete, nuk u lexon njëri vjershët. Emanuel, miku im, të propozoj, mbajsheni, sigurisht. Të propozoj të bëhesh poeti i dytë i kombit. I dyti? Po mirë, ti e vendos këtë? Mallësia e një poetit matet me tirazhin e veprave të tij. Sa më i madh tirazhi, aq më i madh edhe poeti. Edhe kush do të jetë poeti i parë? Në më lejohet pyes. Natyrisht kjo vetë kuptohet. Udhëheqësi ynë. Ti s'ke qeni zotit qullosesh asnjë rrimzë të puthur. Jo, vjersha do t'i shkruash ti. Unë kam punë të tjera. Gjysmat për udhëheqësin, gjysmat për veten tënde. Kaq poshtë? Kaq poshtë pas ke rënë? Dilni jashtë. Dilni jashtë, u thash. Po dikur ti ke ndarë kafshatën e bukës me udhëheqësin. Kurse tash nuk dashje të ndash vjershat me të. Dilni jashtë, u thash. Emanuel,
të shtriva dorën miqësore si atëhere, si dikur. Qëron, ju thash! Zotri, një lutë më lejoni t'ju them se i Sëmuri është në krizë të rrezikshme. Marsh për jashtë, ju thash! Qelbësira! Ndërësira! Do të të varë, më poet i letrës higjenike! Do të të varë!